Ende nuk zbulojnë detaje nga bisedime që po zhvillohen në fshehtësi dhe që kanë për qëllim zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski në një intervistë për Mian konfirmoi se qeveria po zhvillon bisedime për tejkalimin e çështjeve të hapura që e mbajnë vendin jashtë dyerve të Bashkimit Evropian. Ai tha se ky proces ende duhet të zhvillohet në fshehtësi, por theksoi se edhe në këto bisedime janë vendosur vijat e kuqe. Ние не сме подготвени за попусливост по прашања поврзани со идентитет, историја, јазик и култура. И затоа ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Ние не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Работиме на решение, но ќе повторам, не решение по секоја цена и не решение кое што само по себе нема да биде одржливо и кое што ќе создава ризици да повторно бидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. Mucunski e ka ftuar opozitën për më shumë konstruktivitet, si dhe për të dhënë mbështetje për çështje që janë të rëndësishme për shtetin. Дали ни е потребен консенсус без никаква дилема. Но тука прво опозицијата мора да почне да живее во рамките на реалност. А реалноста е дека нејзината попусливост и немањето на капацитет далеку сежно да се гледаат последиците од тоа што се случуваше во 2021 и 2022 година, не доведе до оваа позиција до која што сме сега. Nga LSDM reaguan jo vetëm ndaj kritikave të drejtuara ndaj tyre, por edhe ndaj mënyrës së zhvillimit të negociatave. Nuk ekziston asnjë shtet në botë ku ministri i punëve të jashtme publikisht thotë se zhvillon bisedime për fatin e shtetit, por ato janë sekrete. Mucunski thotë se, ndryshe nga qeveria e kaluar, ata nuk bëjnë lëshime. Të rikujtojmë se Mickoski e quajti marrëveshjen e Prespës një kryevepër të diplomacisë. Gordana Slianovska-Davkova deklaroi se identiteti kombëtar, gjuha dhe kultura janë plotësisht të mbrojtura dhe të tejkaluara si çështje. Se po zhvillohen bisedime në radar për një zgjidhje dhe për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, së fundmi e konfirmoi edhe euroambasadori Mihaili Sorokas. Deklarata e tij erdhi menjëherë pas vizitës së eurokomisares Marta Kos në vend, e cila theksoi se hapi domosdoshëm i radhës për fillimin formal të negociatave të antarësimit janë ndryshimet kushtetuese.